Frymi toksik mbulon Elbasanin, ndërsa zjarri në landfillin e qytetit nuk është shuar ende plotësisht, prokuroria heton ndotjen e lartë mjedisore. Kryeministri Rama ta konfirmerët në Cerik dhe thotë se bujësia do të jetë prioritet i mandatit të 4, kritika kryebashkiakëve se kanë harruar fshatin. Gjykata e Fierit lë në burg 36 vjeçarin që ngacmoi seksualisht vajzën e tij të mitur, ai pranon se ka abuzuar me të binturën, por vetëm një herë. Mirdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të orës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vision Plus. Elbasani po kalon një situatë kritike për shkak të zjarrit në landfillin e mbetjeve që ende nuk është shuar plotësisht, ndotja mjedisore e krijuar nga tymi toksik është në nivele alarmante. Servisit po përpiqen të izolojnë flakën, ndërkohë që banorët ankohen për enën e keqe dhe ajrin e helmuar. Mëngjesi kësaj të mërkure e gjeti qytetin e Elbasanit të mbuluar nga një re masive tymi të zi. Flakët që përfshin një ditë më parë landfillin e mbetjeve u vunën kontroll vetëm në orët e para të mëngjesit, por shtollungat e tymit toksik kanë mbuluar zonën duke e bërë situatën shumë shqetësuese. Shefi i emergjencave në Bashkinë e Elbasanit tregon se pse edhe pas kaq shumë orësh vatrat e zjarrit janë të vështira për të shuar plotësisht. Vatra zjarr është në thellësi. Përbërja e lëndëve të mbetjeve urbane është ndryshme, të cilët shkaktojnë zjarr dhe gazra të ndryshme dhe ndihmojnë në acarimin e situatës. Neve kemi marrë masa duke bërë fikjen me ujë të përzier me shkum dhe mbulimin e tyre me dhe zavar. I pyetur se kur pritet normalizimi i situatës, ai tha: Ne parashikojmë që deri në darkë pjesën dërmuese të mbulimit ta kemi mbyllur dhe të vazhdojmë edhe gjatë natës edhe gjatë ditës nesme. Janë shumë disfavor, sidomos në mbasdite fillojnë erat, njëkohësisht lirimi i gazrave ndikojnë në acarimin e situatës. Ndërkohë për banorët që jetojnë pranë landfillit, situata është bërë e padurueshme. Kush do na i dali Zot që na ndihmojë na heqë këtë siklet? Se ne nuk është puna që se të matave dimë, ja porrim, kemi malë të hapim dritarë, sa në ndi që e Zoti, se na banë vapën, s'kemi që bëjmë. Darim të do të për jashtë klasin, mare majë dhe mbushemi, mbushemi më shkri. Maksimum. Keni frikë për shëndetin? Maksimum, edhe fëmijët e vegjël. Si ja keni bërë mbrëm? Shumë keq. Edhe kemi mbyll dritarat shtëpi dhe pa vinde era keqe. A duhen marrë masa për largimin e Urgjentisht, sa më shpejt. Ti dhe mundur, sa më shpejt. Mirë kemi fletë shumë me është keq. Erë ndotër, anë gjumë s'kemi pa gjumë të mirë fare, shumë keq, shumë keq. E sa ta herë është shqipi zjarë këtu? Shumë herë ka vit për vit, mund vinë 2-3 herë vit, 3-4 herë vit. Varet. Jeni të shqetësuar për nivelin e ndotjes? Po normale, pësimi, në ndaj njerëz jemi. Nuk marrim ajrën, që marrim ajrën e shpejt. Landfilli i mbetjeve në Elbasan u përfshin nga flakët pas ditën e së martës. Zjarri ra rreth orës 16:30, ndërsa u intensifikua gjatë mbrëmjes duke marrë për masa të frikshme. Pavarësisht angazhimit të 10 zjarrfikësve, shuarja e plotë e vatrës u bë e vështirë për shkak të sasisë së madhe të mbetjeve, erës së fortë dhe temperaturave të larta. Në terren ishin angazhuar 12 automjete zjarrfikse, 60 forca operacionale dhe 2 automjete nga forcat e armatosura. Ndërkohë që në ndihmë të tyre mbërritën edhe grupe nga Kamza, Tirana dhe Berati. Kjo është hera e dytë që landfilli i Elbasanit përfshihet nga flakët këtë verë, duke shkaktuar një ndotje alarmante. Krimi i fundit mjedisor në Elbasan po hetohet nga prokuroria, e cila në fakt për një viti po verifikon menaxhimin e mbetjeve në landfill. Këtë herë janë marrë dëshmi edhe nga zyrtarët të bashkive të qarkut që paguajnë kompaninë administruese të fushës së mbetjeve. Situata kritike në landfillin e Elbasanit e krijuar nga flakët masive ka vënë në lëvizje prokurorinë e qytetit. Hetuesit po mbledhin prova dhe dëshmi për të hedhur dritë mbi shkakun e zjarrit. Hetimet për të njëjtën çështje kanë nisur një vit më parë pasi situata është e përsëritur me akuzat për shpërdorim detyre dhe menaxhim të paligjshëm të mbetjeve.
Por tani më, ajo që po hetohet është edhe marrëdhënia institucionale dhe financiare mes zyrtarëve të 8 bashkive të qarkut dhe kompanisë EcoAlp, e cila administron landfillin e mbetjeve. Prokurori i çështjes Hasan Aslani ka thirrur për të marrë në pyetje drejtor juridik dhe shefa finance nga bashkitë Elbasan, Gramsh, Librasht, Prenjas, Sërik, Belq, Peqin dhe Rogozhin. Hetimi është konsideruar si një nga çështjet më komplekse, ku pritet të zbulohen edhe lidhje të mundshme të interesit financiar midis institucioneve publike dhe operatorëve të përfshirë në menaxhimin e mbetjeve urbane. Ndërkohë, deri më tani, nga administratorët e landfillit nuk ka asnjë reagim për situatën. Incineratori i Elbasanit prej kohësh është jashtë funksionit. Është i vetmi impiant i përfunduar nga 3 kontratat e partneritetit publik-privat të qeverisë shqiptare të hetuara për korrupsion dhe pastrim parash nga prokuroria e posaçme. Me premtimin se bujësia do të jetë prioritet i mandatit të 4, kryeministri Edi Rama kërkoi nga institucionet më tepër angazhim për zonat rurale. Gjatë bashkëbisedimit me fermerët në Sërik, shefi i qeverisë u tregua kritik me kryebashkiakët që sipas tij nuk kanë bërë sa duhet për fshatin. Në një takim me fermerët në Sërik, kryeministri Edi Rama vendosi prioritet hapësirën rurale duke kërkuar nga të pranishmit të evidentonin probleme dhe të ndaleshin te pjesët kryesore që kërkojnë mbështetje. Diskutimi shtrihet në çdo detaj edhe që opinioni juaj të mund të shtjellohet plotësisht në një hapësirë informale, pasi kjo, me sa kuptoj unë, ka munguar edhe na mungon. Kryeqeverisë tha se në dispozicion të fermerëve është vendosur një linjë e re kredie nga Banka e Shqipërisë prej 250 milionë eurosh, ndërsa kritikoi bashkiakët. Qysh se është bërë reforma administrative territoriale dhe bashkitë janë zgjeruar me përmasën e hapësirës rurale, në vend se kjo të sillte një rritje të vëmendjes edhe një rritje të mundësive për fermerët dhe për sigurimtarjen në fshat, ka sjellë një shkëputje. Në një masë të madhe, kryetarët e bashkive shikojnë fshatin si çështje të urbanizimit, si çështje të infrastrukturës rrugore, të pastrimit, të ndriçimit, por nuk e shikojnë si pjesë të punës tyre të përditshme në funksion të zhvillimit. Rama kërkoi më tepër angazhim për paketën e maleve për të shmangur rrezikun e të mbeturit e pashfrytzuar. Takimi do të zhvillohet edhe të ende dhe diskutimi do të jetë mbi mbështetjen për bujësi nga buxheti i shtetit, mundësitë për të rritur financimin apo skemat kombëtare. Rinumërimi i votave të Firit ka zbuluar se kandidatëve të Partisë Socialiste dhe Asaj Demokratike u janë shtuar vota padrejtisht, ndërkohë kandidati i opozitës në Durrës, Aulon Kalaja, ka kërkuar që të hapen të gjitha kutitë e Durrësit duke pretenduar për parregullsi në proces. Teksa të gjitha kutitë e qarkut të Fierit janë drejt përfundimit të procesit të rinumërimit të votave, kandidati për deputet i PD-s në Durrës në zgjedhjet e 11 majit, Aulon Kalaja, ka protestuar përpara pallatit të sportit Faria Hoti në kryeqytet. Kalaja ka kërkuar rinumërim të plotë të votave edhe për qarkun e Durrësit. Durrësin e kam kërkuar unë që të hapet dhe kam qenë kandidati i parë. Shqetësimi im është shumë i thjeshtë, po na shpallin votat pavlefshme në një mënyrë totalisht çuditshme. Është një vendimarrje kasit, e cila është e pakuptueshme, me sa duket ju kemi prish pushimet dhe janë të shqetësuar dhe për këtë arsye për t'u hakmarrë ndaj nesh, kanë zgjedhur për me na qujt votat pavlefshme, kur vullneti i qytetarëve ka qenë totalisht i qartë. Kalaja ka kërkuar gjithashtu që përveç rinumërimit të bëhet edhe shqyrtimi i pamjeve filmike. Vetëm me disa kuti ende në rinumërim, në Fier Partia Demokratike ka humbur 140 vota, të cilat i kishte marrë padrejtisht nga rezultati 11 majit. Lëvizja Bashkë 11 vota, koalicioni Djathtas për Zhvillim 2 vota, 6 vota koalicioni Nisma Shqipëria bëhet, ndërsa PS ka rifituar 32 vota dhe PSD 7 vota. Numri rekord me më shumë vota të fituara padrejtisht nga 11 maj e kanë Silva Hasaj nga PD me 670 vota dhe Cenoklosi nga PS me 851 vota. Ankimimi në Kasë e bëri Nisma Shqipëria bëhet me pretendimin se humbi mandatin kundrejt PS-s për vetëm 500 vota të ndryshuar në mënyrë të parregullt, por që nuk rezultoi pozitive.
Legjislatura e 10 e Kuvendit të Shqipërisë mbyllet nesër me seancën e fundit parlamentare. Deputetët pritet votojnë projekt ligjet e mbetura, ndërkohë që Kuvendi i ri do të mbledhet në 10 shtator. Nesër parlamenti do zhvillojë mbledhjen e fundit duke mbyllur kështu legjislaturën e 10. Ligjërisht deputetët do të vazhdojnë të mbajnë mandatin e tyre deri në datën 9 shtator, por nga java e ardhshme ata s'kanë më pushtet të miratojnë ligje. Seanca nesër ka 10 çështje për të diskutuar, mes të cilave raportin vjetor të Këshillit Kombëtar të Integrimit, ndryshimet në buxhet, si dhe disa ligje që lidhen me forcat e armatosura, apo edhe miratimin e strategjisë kombëtare kundër ndërhyrjeve të huaja. Ndërsa raportimin Kuvendi institucioneve të pavarura, duke nisur nga SPAK-u tek prokurori i përgjithshëm, u shtypur në vjeshtë dhe do të realizohet nga deputetët që dolën nga zgjedhjet e 11 majit. Më shumë se 100 projekt ligjet propozuara nga deputetët nuk u shqyrtuan në këtë legjislaturë dhe ato zerohen me fillimin e punës nga Parlamenti i ri. Mes ligjeve që sollën debate në këto 4 vite por nuk u miratuan kurrë, janë nismat për të nxjerrë jashtë parlamentit personat që kanë bashkëpunuar me sigurimin e shtetit. Janë draftet e Partisë Demokratike për ndryshuar kushtetutën e për të rikthyer koalicionet. Janë propozimet e opozitës për një ndarje të re territoriale, deri tek nismat e deputetëve për vendosjen e minimumit jetik, statusin e minatorit apo ish të përndjekurit politik. Në këtë legjislaturë, qeveria mbështetur nga 78 deputet nuk pati probleme për të miratuar ligje apo reformat e nevojshme për të drejtuar vendin. Por ajo që shenjoi më shumë këtë parlament ishte përplasja brenda partisë më të madhe të opozitës, Partisë Demokratike, pas shpalljes non grata të liderit saj historik Sali Berisha e vendimit të kryetarit Lulzim Basha për ta përjashtuar nga grupi parlamentar. Edhe pas 4 vitesh Partia Demokratike nuk arriti të bashkohej. Sot deputetët e saj janë të grupuar në 3 forca politike. Në 10 shtator do të mblidhet parlamenti i ri. E 140 deputetët e dalë nga zgjedhjet e 11 majit do të nisin mandatin për 4 vitet e ardhshme. Gjykata e Fierit la në burg pa fat 36 vjeçarin e akuzuar për ngacmim seksual të vajzës së tij të mitur. Ai pranoi akuzën, por tha se kishte abuzuar vetëm një herë. 36 vjeçari Samir Meta, i cili akuzohet se ka abuzuar seksualisht me vajzën e tij të mitur për 7 vite, u la në burg këtë të mërkurë nga Gjykata e Fierit. Ngjarja e rënd tronditi opinionin publik një ditë më parë, teksa para policisë babai i 7 fëmijëve ka pohuar se ka abuzuar me vajzën e tij vetëm një herë. Ndërsa në seancën e sotme ai nuk ka folur, por ka tundur kokën në shenjë pohimi kur u pyet për akuzat. Ndaj 36 vjeçarit rëndon akuza për marrëdhënie seksuale me të mitur. 12 vjeçaria ishte larguar nga shtëpia në orët e para të mëngjesit të së martës, pasi dyshohet se ishte ngacmuar nga jati dhe kishte shkuar për të kërkuar ndihmë tek fëmijët. Në një prononcim për mediat, Elma tha se vajza është abuzuar sistematikisht që në moshën 5 vjeçare, por nuk ishte në dieni deri në momentin kur vajza e saj tregoi në polici. Ajo kërkoi ndihmë nga shteti pasi çifti ka 7 fëmijë, ndërsa bëri thirrje për dënim maksimal për bashkëshortin e saj. Pas zgjatjes së hetimeve për dosjen Buka, ku po hetohet Arben Ahmeta, SPAK dorëzon në GKK prova të reja. Përgjatë 3 muajve të fundit, prokurori Elvin Gokaj ka plotësuar detyrat hetimore që gjyqtari posaçëm i la më herët. Me këto kushte, avokati mbrojtësi numri 2 qeverisë kërkoi kohë për të njohur me provat shtesë që SPAK dorëzoi. Kjo shërbeu si shkak për shtyrjen e seancës paraprake për në datën 17 korrik. Arben Ahmeta i akuzohet në këtë dosje për shpërdorim të tyre kumante e Ministrit Financave. Sipas organit të akuzës, ai lejoi privatizimin e trojeve të një furre buke ku tashmë është ndërtuar një kompleks pallatesh. Ndërkohë Ahmeta i pohetohet edhe për 3 vepra penale të tjera, si pastrim parash, fshehje pasurie dhe korrupsion pasiv në lidhje me inceneratorin. Apeli për vendimin e shkallës së parë për Marieta Karajn, ky e fundit ishte dënuar me 22 vite burg për djegjen me benzinë të mendu Kurdedës në 2017, pasi viktima e kishte 10.000 euro borxh. Bashkëpunëtor në krim sipas prokurorisë ka qenë i biri Marietës, Besmir Karaj, i dënuar me 25 vite heqje lirie. Apeli vendosë rigjykimin e çështjes në shkallë të parë me një tjetër trup. Ky vendim humor pasi gjykata penale kishte rënduar akuzën nga vrasje me dashje në vrasje në rrethana cilësuese. Gruaja bashkë me djalin e saj dhe një tjetër person po ashtu i dënuar dojshë mendu Kurdedën në zonën e Dajtit duke i shkaktuar vdekjen.
Përplasja e 2 automjeteve në Fushkruj rezultoi fatale për një të moshuar e cila humbi jetën në vendin e ngjarjes. Nga aksidenti u plagon së rënd 3 persona të tjerë, të cilët u dërguan me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Një aksident i rënd që la pas një viktim dhe 3 të plagosur ndodhi mesditën e kësaj të mërkure në Fushkruj. 2 automjete tip Mercedes u përplasën dhe përpasoj u regjistrua bilanci tragjik. Ngjarja ndodhi në afërsi të Borizanës në rrugën e vjetër Thuman Fushkruj. Viktima Bedri Esaja ishte pasagjere në një prej mjeteve ku mbetën të plagosur shoferi dhe një grua tjetër, të 3 antar të një familje. Në makinën tjetër ishte në timon një grua. Makina e drejtuar nga Malvina Kani, 30 vjeçë, u përplas me mjetin tjetër që drejtohej nga Idris Saja, me të cilin udhtonin Lindita Saja dhe Bedri Esaja. 3 të plagosurit u dërguan në gjendje të rëndë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Viktima Bedri Esaja, 85 vjeçë, është nëna e Idrisit, drejtuesit të mjetit. Të 4 personat e përfshirë në aksident janë banor të zonës së Fushkrujës. Ministria e Brendshme prezantoi sot aplikacionin Agjencia Digjitale. Aplikacioni shërben si një komisariat digital i aksesueshëm nga çdo qytetar ku mund të denoncojë në kohë reale shkeljet. Ky është një mjet i ri për çdo qytetar për të raportuar shkeljet apo abuzimet nga punonjës të policisë së shtetit, Gardës së Republikës apo shërbimit zjarfikës, e jo vetëm në çdo kohë, nga çdo vend dhe në anonimat, tha Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Mira, banorë të disa fshatrave në Shkodër po përballen këto ditë të nxehta me mungesën e ujit të pishëm. Shumë prej tyre detyrohen ta blejnë atë, ndërkohë që thatësira ka dëmtuar në mas prodhimet bujqësore. Mungesa e ujit të pishëm vijon të mbetet një ndër shqetësimet më të mëdha për banorët e fshatrave të Shkodrës. Në njësinë administrative e Rethina, edhe pse prej vitesh është investuar për shtrimin e tubacioneve, uji nuk ka mbërritur kurrë në rubinetat e shtëpive. Shika vetë pa ujë tash gjithmonë. Gjithmonë pa ujë. Po ti pra në kohë të gjagjit, po, me demokracia, veç me puse. 1300 familje janë. Ka dhe shtëpia boshit që kanë armëru, po kanë 1, 2, çdo familje ka. Çdo shtëpi ka që jetojnë. Pa ujë. Pa ujë, kanë pa puset. Nuk ke shtëpi që s'ka bashkëmimin. Ka ardhë, unë nërprej atërë, se nërprej në ujë në rrjedhort. Masa ndaj prunë tubin ka 15 vjetë që kanë pru tubat kryesor. Janë groposën atë. Prish rrugë e nërë që rrugë. Ndërsa në fshatin Bërdic, banorët detyrohen të mbushin ujë në një çezmë publike, shpeshherë duke qëndruar në radhë dhe duke transportuar ujë me bidona. Një realitet paradoksal për vitin 2025. Nuk kene ujë pishëm. Sa vite ka? Pasha, që është 91-shin. Shpijet ujë i Bërdic. Kjo është shumë i mirë. Këtu vinë pri lezhët, këna pa me ka 100 bidona. Por me mush. Po pri dajqët, pri Gjermanijet kam gjetë njështë të mushtu. Vreti janë më shmedhë më Turina, sa marrë me ne pakush. Pri Bërdic mesme, edhe se s'kena ku marrim ujë tjetër. Vesh me ble me bidona, ku na deli me pension me ble ujë. Gjendja është po aq alarmante edhe në fshatin Golem, ku thatësira dhe mungesa e furnizimit me ujë kanë ndikuar drejt për drejt në bujqësi, duke bërë që toka të mbeten djerë dhe fshati të përballet me braktisje të vazhdueshme. Banorët shprehen të zhgënjur dhe të harruar nga autoritetet vendore dhe qendrore, të cilët heshtin përballë një krize që prek çdo aspekt të jetës, duke gjetur justifikime tek zbatimi i projektit nga firmat kontraktore dhe mungesa e fondeve. Shqipëria dhe Italia do të shkëmbejnë të dhëna në rrugë elektronike për çdo person që kërkon të njehen vitet e pensionit, por qytetarët duhet bëjnë kujdes që të plotësojnë sakt formularin e aplikimit. Një ditë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes së pensioneve me Italinë, një shtetas shqiptar ka bërë aplikimin e parë në portalin e-Albania, duke kërkuar bashkimin e periudhave kontributive. Kreu i sigurimeve shoqërore Astrid Hado tha se 2 zyrat përkatëse në Shqipëri dhe Itali do të shkëmbejnë informacion në mënyrë elektronike, ndaj nuk është e nevojshme që individët të kërkojnë dokumenta fizike për t'i dorëzuar në vendet përkatëse. Nuk është e nevojshme që të paraqiten pranë sigurimeve shoqërore dhe të kërkojnë të marrin këto vërtetimet e vetësisë në punë dorazi. Sepse ajo është do vlen vetëm për informacionet e tyre, për të ditur se sa vite punë kanë. Dhe në qoftë se këto dokumenta do të çojnë pranimësit në Itali, kolegët tanë italianë përsëri do ta kërkojnë zyrtarisht nëpërmjet formularëve të dakordsuar këtë gjë. Domethënë është një punë e dyfisht dhe e pa efektshme. Kështu që
të bëjnë aplikimin o në Shqipëri, o në Itali në varësi të rastit dhe për këtë të drejtojnë të konsultojnë udhëzuesin që ne kemi publikuar në faqen zyrtare. Parimi i marrëveshjes është që një individ që nuk ka plotësuar vitet për pension sipas legjislacionit shqiptar apo atij italian, tashmë ka mundësinë e bashkimit të periudhave. Nëse një qytetar shqiptar ka 14 vjet në Shqipëri dhe ka të themi edhe 19 vjet në Itali, nuk merr pension në asnjë vend, sepse në Shqipëri nuk plotëson dot kriterin e 15 vjetëve, në Itali nuk plotëson dot kriterin e 20 vjetëve. Atëherë bashkimi këtyre periudhave e vendos në kushte ligjore në të dy vendet. Por si do të llogaritet në finale pensioni për qytetarët përfitues? Kur vjen puna te llogaritja e pensionit, secili vend ne do ta llogarisim pensionin bazuar në ligjin shqiptar, vetëm për 14 vitet që ka paguar kontributet në Shqipëri. Italia do ta llogarisim pensionin sipas ligjit të vet, vetëm për 19 vitet që ka të mos keq kuptojnë shqiptarët që vitet e punës që kanë në Itali do përdoren për llogaritje edhe këtu dhe atje. Ose kundërta, vitet që kanë në Shqipëri do bashkohen me të italianët dhe me vitet e Italisë dhe do konsiderohen sikur janë vitet në Itali. Jo. Do bashkohen periudhat kontributive vetëm për të plotësuar kriteret ligjore dhe secili vend pastaj do të llogarisin pensionin sipas ligjit të vet bazuar ekskluzivisht në vitet e sigurimit që kanë në vendin në secilin vend. Aplikimet duhet të bëhen vetëm nga ata që kanë mbushur moshën për pension pleqërie, 67 vjeç për burrat dhe 65 për gratë. Në përpjekje për t'i dhënë fund krizës që mban peng formimin e institucioneve në Kosovë, presidenti Osmani priti krerët e partive, kryeministri në detyrë Albin Kurti përsëriti se vetë vendosi është angazhuar për të zgjidhur ngërçin e krijuar nga mos konstituimi i kuvendit të dalë nga zgjedhjet e shkurtit. Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani priti këtë të mërkur në takimet të ndara krerët e partive politike me qëllim zgjidhjen e ngërçit institucional që është krijuar në vend. I pari që mbërriti ishte kryeministri Kurti, i cili pas bisedimeve tha se ai dhe partia e tij do të bëjnë përpjekje maksimale për t'i dhënë zgjidhje situatës. Do të bëjmë çmos që në frymën e bashkëpunimit me konsultime të dendura konstruktive dhe gjithashtu me idenë e konsenzusit apo kompromisit ta realizojmë këtë gjë në mënyrë që më pastaj të kalojmë tek formimi i qeverisë re që i përgjigjet kuvendit të ri të Republikës. Gjatë kohës që Kurti ndodhej në zyrën e Osmanit, në presidencë u pa të mbërrinte edhe përfaqësuesja e ambasadës amerikane në Prishtinë, Anu Pratipati. Pas Kurtit, Osmani priti edhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, Membri Krasniqin. Takimet me presidenten vinë një ditë pasi deputetët dështuan për herë të 40 të zyrtarizojnë kuvendin rreth 4 muaj pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Javën e shkuar, kryetarët e subjekteve politike u mblodhën në një tryezë të rrumbullakët me kryeministrin Kurti, por nuk rënë dakord për një kompromis për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Gjykata kushtetuese ju ka lënë afat deputetëve deri në 26 korrik. Zonja dhe zotërin, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë ndajemi këtu, mirëpafshim.